3 kamion me ndihma humanitare nga Gjermania kanë bëritur në Pogradec, duke sjell pajisje dhe materiale që do t'u shpërndahen institucioneve arsimore, personave me aftësi të kufizuara dhe familjeve në nevojë. Donacioni është mundësuar nga shoqata e motoristëve dhe kamionistëve të Gjermanisë në bashkëpunim me përfaqësues vendas. Ajo që ne premtuam, po e mbajmë këtu bashkë me miqtë tanë gjerman, po shkarkojmë ndihmat që kemi sjellë nga Gjermania, bashkë me mikeshën tonë Juliana, e cila bëri të mundur dhe këtë connection midis nesh dhe Biker Brumi Hilfe. Ndihmat përfshin pajisje të ndryshme për shkolla, institucione sociale dhe kategorinë nevojë, me synimin për të përmirësuar kushtet dhe për të mbështetur komunitetin e Pogradecit. Kamionat në përgjithësi kanë mjete për shkollat dhe kopshtet, duke nisur nga banka, karike, derasa të zeza, mjete për sport, mjete për kabinete. Gjithashtu kemi krevat për paraplegjik, kemi karroca invalidësh dhe disa ndihma për familjet në nevojë. Nisma është pjesë e një bashkëpunimi të vazhdueshëm mes shoqatës në Gjermani dhe përfaqësuesve në Pogradec, ndërsa realizohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Jam ish presidenti kësaj shoqate. Për rreth 25 vitesh kam punuar për të bashkuar grupe ndryshme motoristësh nga gjithë Evropa, me synimin për të gjetur mënyra se si mund të ndihmonim vendet e Ballkanit. Gjatë një vizite në Pogradec, rreth 6 vite më parë, takuam Julianën dhe pikërisht aty lindi ideja për të mbështetur qytetin. Fillimisht sollëm materiale për spitalin, ndërsa më pas, në varësi të nevojave, kemi dhuruar pajisje dhe materiale edhe për shkollat dhe kopshtet. Ky është viti i tretë radhazi që ndihma humanitare nga Gjermania mbërin në Pogradec, duke kontribuar në mbështetjen e institucioneve dhe shtresave në nevojë të komunitetit.